Genci Muka, 56 vjeç, më 27 maj, është dëmtuar në vendin e punës. Ai prej 30 vitesh, siç tregon edhe vetë, punon në ndërmarrjen e nxjerrjes së naftës në Gorisht të Selenicës, vend tek i cili mesditën e së martës dëmtoi dorën duke humbur 4 gishtat e dorës së majt. Ai flet për televizionin 6+1 Vlora, duke treguar momentin e ngjarjes, por edhe mënyrën se si ndodhi. Sipas të dëmtuarit Muka, i cili po merr ndihmë mjekësore në spitalin e Vlorës pas operimit, dora ishte dëmtuar kur po mundoheshin të vendosin në funksion një makineri e cila kishte hasur problematika. Një prej shokëve të ekipit, duke mos patur pamje të qartë, ka shtypur butonin e ndezjes së makinerisë duke i prerë më pas gishtat. Punëtor në naftë, 30 vjetë. Për ditë 7-3, shtu ndjerë pushim. Në Gorisht bëj punën e operator rimontit në toksor. Në procesi me i rënd a ishë në zonën e naftës. Si në Gorisht, në Patos, në gjitha zona puna më e vështirë që është. Para 2 ditësh ndodhi një aksident, duke punuar atje, do mbyll një pusin, na dha urdhër përgjegjësi sektorit, një aranit sa ushi, edhe do venin në punë. Ishim 4 veta, si brigat. Shkëlqim Telo, që është përgjegjësi jonë, kryeoperator, ndihmës është Fatos Dema, dhe përgjegjësi kyçi jam unë vetë. Kurse manovrator është një Gjergjimeri, që punon me sondën, i themi ne sondë. Fillon punën, kishim një avarinë, peshkom, vidhom disa asra ati që u themi ne puna jonë atje. Marron punën. Po në moment nuk kthesh kokë lëkunësit, i themi ne. Edhe do prisim skrepin, se me atë që u kthejmë ne. Skrepi po vonosh. Qa do bëjmë, do e kthejmë, se çokuve e kthejmë edhe me dorë. I kthejmë me dorë në faktikisht. Aty në momenti që e i dhamë taljes në kështu, ky manovratori i lindet edhe që të ullë taljen, Pa i ka gabinën që ai nuk ka një reze shikimi që të më shikoj mua. Kurse është një son tjetër që ka një reze shikimi që shikon komplet ambientin e në punë. Kurse ai se shikon do. Edhe e uli për momente, në sekund që e uli ai, tak më ka bidorën mua. Jo, qafa ime. Aty më ka bidorën, ky ishte momente të gjithë. Zbita me dorë të dhëmbë, si që ashtu, zbita poshtë nga piramida, i themin, është një 4-5 metra piramida, me dorë të prerë djeta, kapi ditari asaj, ditari qelikut, kapi komplet 4 gishtrinjt. Gishtrinjt e dorës. Genci Muka thosë se është dëmtuar edhe herë të tjera në vendin e punës, kjo për shkak të kushteve të punës të cilat mungojnë. Ai tregon se si kush pune kanë vetëm elmetën e kokës dhe asgjë tjetër nuk i sigurohet. Po nuk punojmë me dorashka, pse? Se ne një duhet punojmë me dorashka, se bën me naftë, i themi ne naftë. A ne me naftë, dorashkat janë kaq këtu. Kurse ne me naftë, kurse ne me naftë bëjmë deri këtu. Ato vetë nafta futet brenda një përdorishme dorashka. Cilësore pra të proces puna. Dorashka është për një të kapur një qelës fiso, shtrëngon një bollon, shtrëngon një kushtet janë aq të vështira atje në atë zonë që bëjmë ne, që kushtet janë që çat termine, po vemi për bukën e gojës, ushim kalamajt. Jo, se s'ka siguri. Sigurisë mund të sigurisë dikush pjesë sigurisë u mbajmë kapele minatori. Kemi një kapele ne që mbajmë atë kapele në kokë, mund të bie një bollon. Po se ke atë, të futet bollonin në kokë, të lënë vend. Kurse po e kemi atë, po të bie bolloni lart, shmanget aksidenti. Kjo është kushtja e punës që të shmangë aksidentin unë. Pavarësisht dëmtimit të dorës, Muka thosë se në polici është dhënë versioni si kur ai në momentin e ngjarjes ka qenë i vetëm në këtë proces dhe ka vepruar pa urdhra. Na puna thonë, disa mund të si të shmanget thonë që jo ka i po vetë. Jo ka për dorën. Nuk dim që se qa bëjnë ata. Ta ka thënë në fajnë që ka mirë për vetë. Po si, mirë hipa vetën. Po si mund të presë dorën unë vetë atje. Se njëri e komandon atë sondës, se sonda është 2 metra, larkë nga gryke posit, 2 metra. Po shkolegu, aji e komandon sondën. Policia e Vlorës të mërkurën
Pas ngjarjes ka dhënë edhe informacionin zyrtar për rastin në fjalë. Sipas policisë, janë referuar materialet në prokurori dhe është nisur procedimi penal për përgjegjësi në pusin e naftës së Gorishtit, 56 vjeçarin AQ, për vepër penale, shkelje e rregullave në punë.